Suallën të dënuarin këm me duar t'hidhur me zinxhir. Kur e hipën një qardakun me drasa dhe ja hoqën thesin nga koka, të gjithë sa ishin aty të sheshin shtangën në vend. Pse? Në vend të gjinit për para gjelatit kishte ardhë vetë gardiani plak i burgut Kalas. Që zemër bujare. I lumt plakut. Po pastaj që ndodhi? Pasha ju hollë për pjetë si i tërbuar dhe shilloj plakun me kam gjik në ftyrë. Fol, ku është gjini? Qëllo, ju përgjegjë plaku. Një shpirt ke për të marrë. Unë vdes me gaz që të roj gjini me shok për lirit Shqipërisë. Gjelati ngriti sopatën e madhe dhe qëlloj me tërë fuqin. Por bepa sytë e ti, që kishin pas sa vdekje njerëzish, u ngorosen nga të meri dhe habia. Edhe e trerë, koka thinjur e plakut, busqeshte si e gjallë. Sa bukur. Idhën i tratë. Oba, unë do pusë. Idhën ju thash.
Ete të resmje. Zduken të kundi? Di që ka ndodhur. Kod bësh merak. Ata do të vinë pa tjetër. Gjajanuzi është detari sprovuar. Ata asnjëherë nuk janë vonuar kaq shumë. Dojnë strëuar në liman. Prit kur të kthehen. Eja, mos u shkeca kot. Nuk e sheh, je përqull. Që është gjithë ky rebesh i mallkuar? S'mu kthy as dinjë me Selinin. Nga bredhin të kohë. Marcela! Eja! Eja, po them! Selim! Ç'bën kështu, s'mende? Baje vetën. Shko në shtëpi. Ke nevojë që të çosh. Po ti, pse nuk ulesh? E çfarë të ha? Ate që janë të tjerët. Nuk dua. Në gërëk i kam fasulet dhe peshkun e kripur. As litar për të varë nuk blen dot. Ja, ky është zanati peshkatarit. Si the? Pa përsërit edhe një herë? Nuk të pëlqen zanati të teti, Atëherë shko gjej një punë me të mirë, zotërote. Dhe mos hë me djersën e tjerëve. Baba, asnjë fjalë! Dhe në gjë këtu. Në qoftë se nana Javes nuk do të vish më thush se zure punë. Qoftë dhe hamal në poto, dhe shtjet punë me nerë dhe me djersë, në shtëpi s'ke pse të vish me.
Tu një tjetë e këncë. Pas kanë ardhur të gjithë? Po. Në rregull. Vdekje fashizmi. Liri populli. Më falni shok, por më duket se nuk keni veprore mirë, duke lënë takimin e sotshëm në një vend kaq të ekspozuar. Edhe unë ashtu u them. I shmangemi sa më tepër barakës. Por këta s'ma vënë veshin fare. Bile më ngacmojnë. Thonë se jam zemër lepur. Vetëm këtë mos e moho. E kam vënë re. Sa herë të sjell trakte, zbesh sikur të kishe rënë verze. Vesh nga natyra pak anemik. Ti lëm shaka tani. Gjergj, si shkojnë punët? Gjithë shka në rregull. Përveç zmontimit të shtypshkronjës, shokët më dhanë edhe qelsat për të futur në ndërtesë dhe në sallën e makinerisë. Kështu s'na mbetet gjë tjetër veç se të bëjmë aksionin. Mos ngut. Letë mos harojmë shok se këtu s'bëhet fjalë për një aksion të thjeshtë, siç ishte ai kur morëm shaptilografin e fashës, po për mbimin e një shtypshkronje të madhe. Mendoj që për të siguruar suksesin e aksionit, të diskutojmë gjithë në ollësirat më të vogla, por jo këtu. Shkojmë në një bazë më të sigurt. Ka njëri me tim tjetër? Atëherë letë mos u mbasim kohë. Unë mbar shpresë. Erdhe Petrit? Nëna ka kohë që po të pret. E kene vënë shiringën të zjej? Si urdhëron zoti doktor. Çe ke gjitha çantë madhe në krah? Apo për t'i vënë më tepër rëndësi vetes, ë? Mirë që më kujtove. Që janë këto? Ilaçe për partizanët. Zbraze shpejt dhe po pate nga to fletushkat, bushe plot, e? Tjetër herë mos e pro kështu pak shulluar me njëri. Sikur e parandjenja që do të më qortonje. Mirë. Shko bë injeksionin nënës dhe kur të kthesh çantën e ke gati. E në Zenebe, si e ndjen veten? Një qik si më mirë, morbir. Po ja, ende s'po ngrihem dot. Mos u mërzit, se shpejti do të qërohesh. Aman, Petrit, kujdes. Anën Zenebe, me mua të pakta fjalët, se të kam në dorun. Apo si ka bërë frëngu të gjata këto të bekuara. Me shëndet. E sheh që se ndjeve fare? Bëfsh hajër, morbir. Ha doktor, mbarove? Mbarova. Ditë e mirë. Miraç. Mere, dhe mos haro për ato që të porosita. Degje fashizmit. Liri popullit. Sa mirë që takova. Do të më kryeshin punë të vogël? Çfarë? Shko te Gjashazua edhe i kërko karrocën për sonte. Vetëm kujdes, mos ta marrë vesh njëri, kupton? Karrocën do ta sjellësh në Bregdet e Tumzat. Gjëbën kështu budalla.
Po mirë, Shazo, nuk e dallojroja nga veshët se që ka marrë. Si do e dallonte? Ishte errësirë. Me dëgjuar se diç po lviste atje prapa ferrës tiri. Ajta! Dhe zgjati i gjorë, italisht e po s'dinte, kështu që në vend barit hengri një karikator me fishek. Po i zoti, morit holla. Gjete ku të marrish. Fashistët po djegin fshatrat tëra dhe s'po bëhet vonë. Palet qikosh burgun si është mbushur. Pyt me mua që shpia tje çdo ditë ushqimet me karrocë. Pikon zemër kur shoh plotri që dergjen në përqelira. Tu ngjat jeta Gjashazo. Tu qenë ke baba? Mirë se erdhe birë. Çka në lë? Asgjë, baba. Erdha t'i kërkoj Gjashazos karrocën, për të marrë carkat vjetra që zënë vend kotat në spital. Po si jo, me gjithë qef. Karrocën e ke në qoshet rrugës. Din të mbrehesh apo të vjetë një moj? Jo, e mbre vetë. Ditë në mirë, baba. Hec. O, Gjashazo, gadi arrova. Urdhro. Ç'është kjo? E gjeta sa po kalova pragun. Do t'jetë fatura e dritës. Ditë e mirë. Ditën e mirë. Orë kapitan, pa veshtroj një herë këtu, se mua si kur më kanë lënë sët. Faturë elektriku është kjo, apor... Që faturë tërzi? Kjo është trakt. Trakt? Ku e more? Ma dha i të birë, në tha se e gjeti aty të pragu i derës. Apor mos e ka hedhur vetë shejtani. Petriti? Po e është akoma qilimi? E po sot janë ngritur të gjithë në këmër, kapitan, po lufton një mathej vogël. Vini, ti e? Unë jam, po mos tjerë kaq. S'prit shpejtani dhe mbatja për në shtëpi. Ama vetëm për kaq më pas ke dashurë? Se ç'pandeti se do të qëllonje me top? Më merr të pak të si roj. Shko tani se po mbonon. Për sonte ke për mjaft. Ec! Hyra! Ec!
Managgia la miseria. Che è successo? Duart lart. Zbrit poshtë. Alo? Qfar? Firmë fort, djallet të mori, se nuk dëgjohet mirë. Shtyp shkronjën? Faloje që pën, ku I kishin syt? Pasi, justifikimin e kini gjithmonë majtë gjuhës. Ta dini mirë, gjyqju shtarak ju pret. Kjo është tulmi. Komunistët kanë rëmbërshëm shkrojnë mund për ta hundve tonë. Në I ditë prit diku ta hedhë ndërë edhe questure. Signor Questore. Ma che signor Questore? Mos doni të më flitni për traktet që shpërndani gjithnjë më tepër, për depën e karburantit, për atentatet. Nesër më kam thirrur të paraqitem në raport. Ti shto t'u theme prorëve të mi, se komunistët po ne japin grushte pas grushesh dhe ne që ndojmë duar kryq. Pikërisht. Desha t'u them se e kam gjetur personin që do të na çojë drejt zbulimit të një grupi komunist. Ashtu? Cili është ky? Selim Brugga.
Nuk thyen për le zogu i natës. Bëj marzira, por një ditë ke për të apsuar ti, edhe në një tjetër që bën se irë budallëliqet tua. Grua! Qëmet akoma, sill na bukën. Pse, unë req barka? Do gjuhajmë pate. Petrit, vejt, sill në litar të korbën e madhe. Lëvizit qjalli ju mori! Sill litratën ju. Është Gudin, që vendoset mbrëm atje në mbledhje, a do ta përmbysni shpejt fashizmin. O si frys jarit. Nuk ta mban, ë? Nuk dua të zihem përsëri me të, por unë jam i sigurt se një ditë do të më kuptoj. Aha. Fundi ishte prind, i dhim se mine, por unë bëj çudi me ty që... Çudit e mund me ty mër Çilimi. Po mbar popullin Çilimi e quan? Popullin. Igor e tutje. Jeni mbledhur një grusht kalamaj që smushni dot barkun me bukë dhe kërkoni të ngriheni kundër Italisë. Ku i mësove këto fjalë? Në përpjetore? Dëgjoj këtu ti. Me mua matë kur flet. Selim, unë nuk dua të të fyej. Të lutem kupton. Ka ardhur koha të heqësh dorë nga jeta e shturur që po bën. Më lumt. Pse ty do të pyes? Qysh më lumt? E gjithë Shqipëria në luftë. Kurse ti... Është punë për mua. S'ka që më duhet as fashizmi as komunizmi. Ty mi im të shkoj drejt. Dëgjoj Selim. Sa herë jam përpjekur të merrem i vesh. Nuk dua! Të pëlqen kështu. Bushu tani. Çfarë keni mër pa ftyrë? Po ja, ky. Tash ka t'i bëhemi shok luftë dhe demonstratash. Hap sytë dhe mos bëj marzira. Po të vi puna për të feks m'janë tharë duart. Ata i them edhe unë. Po ku pyet ky? Të rri aty se nuk e gojë të flasësh. Pse? S'të bëra unë ty. Do të përalësh, të bësh se hirti. Ti gjëza, heng dhe zatrote. Dhe për Shqipërin që të plaqin syt as që pyet fare. Baba. Hesht! Ti nuk do as njeri përveç vetës. Por t'i gjoktu. Mua mos me duaj. As këte qyqe këtu që ju thejnë dheri sa të rriti. As nenën të dhe o haram. Po Shqipërin t'a duash. Ti gjën? T'a duash. S'ka rrug tjetër në të trosh më nërë. Qëmar, djalli qëmar. Selim, eja të ndihmojmë babait.
Kaq poshk pas karen katundi. Bruno, kam kërkuar sot gjithë ditën. Ashtu? Prit një minut. Usta, urdhroni. Na pregatit meze për 2 veta, një shishe raki dhe me sill më tanë. Si urdhron? Eja, fute me atje mbrapa. Tjetër gjë, dëshironi? Të thrasim ne, po t'jetë nevoja. E po? Gëzuar e pun të mbarë, Selim Bruka. Qin. Pun? Po ku? Në post telegraf, shpërdarës. 20 Napolona në muaj. Po stjerë me 20 Napolona në muaj? Në arkën e postës do të tërheqish vetëm 5 Napolona. Kurse kusurin? Kusurin do të marrësh nga unë. Meri këto. Ti kesh si paradhënie. Nënshkruaj këtu të lutem. Ato që ke marru hagjer tani tek unë, Teoger Giovanni tha se do t'i konsideroj si shpërblim për 2 informatet e vogla që i ke dhënë. Te tutje do t'kesh bësh vetëm me mua. Ashtu? Po, Giovanni mu lut që unë t'jem nërmjet si jot. Na e bëj këte se t'je ke mik më ta. Vërtet? Sigurisht, unë vetëm për miqësi. Signor Bruna, mua s'më gënjen dot. E di fort mirë profesionin tënë. Ha, qerra ta, i shkatë t'je. Mos u zgërdi, fol hapër me mua. Ede mirë, mos me zjarë ka shpejt. Do bëjmë punë të mira bashk. Me një kusht. Fol, që kërkon? Veç rrogës, për çdo shërbim që do t'i bëj, të kem një shpërblim të veçantë. Ti e di që këto janë punë me rrezik. Në nënshkruaj djallit mori. Nuk do grinje për gjërat vogla. E Malik, si t'duket? Në rregull. Kur t'ja shpihesh trakt e dinit, mos harro ta pyesësh. Ai njoftoi të deleguarin e qarkorit për datën dhe vendin ku do të bëhet mbledhja e celulës? Mirë. Dhe tani më lërë se vdisha për gjumë. Më pafsh gjumë të amël e pafsh anërat bukra. Mirë mëngjes, detore Smije. Mirë mëngjes. Është shtëpi është dini? Jo, ka dalë. Pse? Kam për t'i dhënë diçka. Po t'i lere këtu mërë birë. Jo, se kisha dhe një fjalë me te. Si t'dush? Ditën e mirë. Ditën e mirë.
Alo, signor Questore, tu Bruno. Kam për ju një lem shumë të rëndësishëm. Po. Rruga Stan, numri 38, shpresa Duka. Vdekje fashizmit. Liri popullit. E, moj bia, u than? Po, nën. Tani do të eko Roze po ja shpije me një herzonjës. E, po mirë. Nën, çfarë do që të njas mos e hap derën pa të lemruar unë. Duhet të fshet traktet i solli Maliqi. Se nuk e hape derën. Jam sëmur, me zi lëvis nga shtratë. Ato shiti gjetkë, mua nuk ma hedh dot. Nën, çka ndodhur? Asgjë për t'u shqetësuar. Gino, Mario, kujdeseni që zonjushat të mos lëvisë këtej. Signor Si. Ju të tjerët kontrolloni çdo skut të shtëpisë. Rroposni çdo gjë. Signor Si. Signor Tenente, I gjeta të fshehur ndën qati. Zonjushe, mos u mundoni të luani akoma të pafajshmen. Ju zum si shtoni ju shqiptarët me presh në duar. Merreni! Shpres! Fije nënës! Qupe mbar. Duhet ta dish se dhe durimi ka një far kufiri. Nuk kam gjetë merrëm gjithitën me ty. Fol. Ku i shtypni këto?
Kush bën pjesë në aktivin tuaj dhe cili udhëheq atë? Përgjigju kur të pyesin! Do më thënë ke vendosur të heshtësh, hm? Dhe shohim sa do të rezistosh me vendosmërinë tënde prej komuniste. Enende! Filloni prap nga e para. Kosur Mosilini gjerë sa zojushës t'i zgjidhet gjuha. Signor, si! Basta. E shef zojushë se ku të shpije kokë fortësia. Tregone do të shpëtosh. Tenende, i hilni ujë. Me tu përmendo filloni prap nga e para. Signor, si! Mirë mëngjes, Gjajunus. Në shtëpi është dini? Po. Të lutem, e lejmëro të dal pak. Po pse nuk në man? Faleminderit, nxitoj. Malik, çka ngjarë? Kam shumë gjëra për të thënë. Por jo këtu. Din, sot në mëngjes fashistët bastisën shtëpinë time. Mezi shpëtova nga dera e kopshtit. Ashtu? Të shoj se ata kanë rënë gjurmët tona. Si është e mundur? Më vjen shumë rënd kur e mejtoj një gjë të tillë. Por më duket se shpresa. Se është e mundur. Shpresa nuk e bën kur një poshtërsi të tillë. Edhe unë nuk dua ta besoj. Por në raste të tilla duhen marrë parasysh rrethanat. Shpresa nuk është nga ato që përkulen. E njoh mirë. Por në qoftë se... Jo. Kjo nuk mund të ndodhë. Din, nuk kemi shumë kohë për të arsyetuar tani. Duhet lejmëruar Gjergjin. Ai mbeti në bazën e vjetër së bashkut në një pjesë teknikës që nuk arritëm ta shpërngulim dot më rënd. Unë do kisha lejmëruar vetë. Por mendova se mund të më gjërmonin. Shkoj unë tek ai. As ti s'duhet të rrezikosh tani. Bile, unë mendoj që edhe mbledhja sot me të anullohet. Përkundrazi. Gjendja e krijuar e bën atë edhe më të ngutshme. Vetëm se ajo duhet vërë në një pas tjetër. Për këtë duhet lajmëruar edhe Genzi. Po i them dhe Ipit na e kryej këtë punë. Edhe dhe Ipi që kam pleksu me ta? Nuk më besohet. Po atëherë shkërkonëm.
Mbledhja bëhet në orën 9 të kisha. Duhet largohen prej kënej palën as e gjurë. Kështu pra, zbulimi juaj ka një rëndësi të veçantë. Ne vërtet nuk dim se çfarë mbledhje do të bëhet dhe kush merr pjesë në të. Por për mbajtja e pusullës, na jep të dhëna të sakta për orën dhe vendin se ku do zhvillohet mbledhja. Prandaj le të mos u mbasim kohë. Të marrim të gjitha masat për rrethimin e kishës. Vetëm kujdes. Gjithçka të kryhet në fshehtësinë më të madhe. Të shti edhe sa? Jo, nën. Megjithse po më duket mjaft e shishme. U dëshirova të shoh një herë në sofër bashkë me të tjerë. Ulu hallë ti. Na lër vetëm. Pse s'flet Selim? Gjithë një të zëmëruar se dy armi do të qëndrojmë ne të dy? Dim! Ku shkon tani natën? Kam një punë. Hiq dorë nga punën e tilla se do ta psosh. Si? Mos më pyet si e qysh. Por hiq dorë nga lëvizja. Përse ma bën këtë paralajmërim? Po të gjërmojnë. Nga e di ti? Dëgjoj këtë që po të them. Të tjerat s'kan se duhen. Nga e di ti? Ja që e di. I kam parë. Gënjen, i thua këto vetëm për të më friksuar. Po unë nuk trembem. Çfarë? Ku të mos shkoj? Mos shkon në mbledhje. Ku vete? Duhet lajmëruar pa haritur shokët atje. Qëndo! Nuk të lajmërova për këtë. Mendoj për vete. Nuk çaj kokën për tjerët. I poshtër! E pra unë nuk të le! Lëshon! Lëshon të them!
Shkohet poshtër. S'digjën gjë tjetër bese krizma, burgosje, internime. Po dini me Selimin ku pellin ka që vonë? Nuk e dim, baba. Ja që do të thot ku nuk dëgjohet fjala me të mallit. Erdhe. Petrit! Maliq, sillu me një çantën ilaçeve dhe një lekë me ujë. Vep, shko mbyll kanatat. Kush është? Hape, jam unë. U kthye dini? Jo. Mos hyr atje. Pse? Ç'më fsheti mua? Policët. Dini. Mos shkoni. Mos shkoni! Ku shkon? Hiq mos hysh! Baba, Ç'është? duhet të largoj Maliqin së këtemi. Pse? Kam frikë se ai Selimi. Hesht!
një qëta gjuhën, unë po më mëndë. Që kërkoni, zotëri? I zoti shtëpisë Jonus Bruga? Si urnën? Është pshehur këtu pa lejen tuaj një komunist i plagosur. Zoti oficer, ju kanë drejtuar gabim? Fash, pa lejen tuaj. Prandaj e lajmëroni të dalë nga vendi ku është fshehur, kurse juve nuk do të keni asnjë pasojë. Ju thash, zoti oficer, në shtëpinë time nuk fshihet asnjë huaj. Informatat janë të sigurta. I plagosur i quhet Maliq. Të kontrollojmë, senjor tenente. Asgjë mos preket pa urdhër. Sinjor tenente, nga drejtari e dhomës tjetër pash një djalë të lidhur me fashë. Ashtu? Pas meje. Marrë! Hapsuni! Asnjë hap me tej! Hape rrugën se do të qelloj. Shalla! Mos drillin duart! Hajde të prisni! Jonus! Ndaluni! Kapetan, komunistat nuk dorëzohen të gjallë. Por po të qëndronja i fshehur akoma, do të merr një qafë të gjithëve. Ja ku më keni? Vërini prangat. Se harroj do të kurë kokën e plakut, që edhe prerë busqeshte si e gjallë. Avanti, avanti! Mbau, kapetan! Po, shok. Ajo që ndodhi, le të bëhet mësim për të gjithë. Ne duhet ishim të treguar më të kujdesshëm në ruajtjen e konspiracionit tonë. Për këtë, përgjegjësia bie kryesisht mbi mua. Për sa u përket spionëve që ndihmuan në zbulimin e njësitit tonë, ata do të marrin dëshkimin që meritojnë. Ky është vendimi i partisë. Asnjë lëvizje. Duart lart. Unë nuk kam bërë asgjë. Unë jam i ndershëm. Unë Je një spiun i fëlliqur. Populli ka dënuar me kohë dhe unë po kryej vullnetin e tij. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ke njëri në shtëpi? Jo. Pse? Ka ardhur Dini. Ashtu? Din! Po ti, që ke kështu? Digja shqitari. Asgjë me rëndësi. Jam ca pa qef. Shtriu, shtriu.
Do qëndrosh sonte? Jo, nxitoj. Shokët më presin jashtë. Erdha vetëm të çmallem një çast. Po ti, pse je vetëm? Babai ka shkuar të peshkoj. Kurse nëna tani duhet kthehet nga farmacia. Po ai, Selimi, është dukur që këndej? Pas asaj që ngjau, ai nuk guxon më të shkel pragun e shtëpisë. I poshtri. Kemi kohë që po e kërkojmë. Ose po e gjem do të strofullën. Fascistat e flishur e kanë rrethu Bregdetin me të silent i afrosh. Që mbetet me detaret plak. Grua! Ku dëresin je? Sa pas ka ndryshuar. Po. Jeta me në mikë në vatër po ju më plak para kohë. Baba, që kemi ndonjë të rektej? Nëna që thot? Ashtë mërzit pak. Pse? E të rritin. Të rimin e babajt. Po e degdisin një tali. Mos u shqetsoni, baba. Ne po bëjmë çmos që jo vetëm ai, pas një nga shokët mos të internohet. Bisha fashiste, e plagosur për vdekje nga grushtat e fuqishëm, që po merr Gabit Trima, të Partisë Komuniste Shqiptare, e gërsuar dhe më tepër nga dështimet e një pasnjëshme, për t'u akmarrur, kërkojnë të internojnë në Itali disa nga shokët tanë më të mirë. Le t'u tregojnë fashistëve unitetin, forcën tonë. Vdekje fashizmit, liri popullit. Ata mendojnë se do të përsëritin suksesin e demonstratës së grave të Tiranës. Por këtë radhë kanë bërë llogarit gabim. Ne do t'i nisim të burgosurit që sonte natën. Shpejtoni djema. Gjashazo am lajmëroi se fashistat po nisin shokët në internim që sonte natën. Si? Ata po I dërgojnë fshehurazi te gjiri I thatë ku I pret një anije vogël. Kur do I nisin? Tani shpejt. Do kalojnë nga ura 10 me një kamion të muluar. Tamar, djalli, tamar. Po ne ikin. Duhet t'u dalim përpara me çdo kusht. Po si kur sulmojmë burgun. Një minut, shok, një minut. Për t'i penguar, ne mund t'i pengojmë. Por shokët duhen shpëtuar pas një tëmtim. Baba, ti the se do t'kalojnë nga ura. Po. A kemi dinamit për t'a hedhur në erë atë urë? Për ato dhe për tjerat. Si do qoftë, duhet njoftuar qeta që të zëri prit pranurës. Qerq, Maliq, nisuni. Prisni, shok, prisni. Po sikur të mos arrijmë në kohë. Dhe fashistët kalojnë para nesh. Ka rrugë më të shkurtër birë. Si? Në përdet, ju shpion. Prit, baba. Ti... Ka pritur mjaft, babaj. Eni, djema. S'kemi kohë për të humbur. Megjithatë, ti dhe Gjergji lajmëroni qetën.
Nuk e kuptoj. Përse duhet i shoqërim burgosurit deri në Nije? A nuk mjafton kamioni me policë që u shkon si përforcim? Më duket se që kur kanë vrarë Brunën, ty të ka hyrë lepuri në bark. Nuk është aty puna. Por... Çfarë por? Ti e ke të qartë që askush nuk i njeh ato shtigje më mirë se sa ne. Pastaj, kuj do t'i shkoj në përmend se ne jemi caktuar si pararoj? Signor Tenente, gjithçka në rregull. Na diktuan. Të hedhim rjetën. Asgjë mos sillni, shtrijuni barkas. Duhet të vëzisim sa më pranë bregut. Gjeti atë që meriton të prej kohë.
alone. Give me his due.